por informacionet e fundit na i sjell Blerta. Blerta, përshëndetje. Përshëndetje edhe për juve në studio. Atëherë ishte një zjarr në fakt që kaploi këtë trafostacion të energjisë elektrike këtu në Stantërg, i cili dyshohet se u bë shkaku që rreth 40 punëtor minator të Trepçës të ngujohen brenda në thellësi diku në horizontin e 11 që ka thellësi 745 metra thellësi në tokë, e që në fakt diku 20 prej tyre ose më shumë se kaq kanë dalur vetë se kanë përdorur shkallët emergjente, të cilat i duhen diku 2 orë për t'i ngjitur dhe për të dalur në sipërfaqen e tokës, ndërkohë aktualisht ende 18 prej minatorëve janë të ngujuar në atë thellësi të tokës për shkak se disa prej tyre kanë probleme shëndetësore dhe nuk kanë mundësi që t'i ngjesin të gjitha ato shkallë, dhe disa të tjerë kanë në fakt edhe nga lodhja për shkak se kanë punuar në ndrimin e natës, kanë vendosur që të presin poshtë dhe të presin për ndihmën që mund t'i ofrohet në vazhdimsi. E thash edhe më herët që trafoja elektrike mbrapa meje këtu në Stantërg, që është diku rreth 3 kilometra larg prej minierës së Trepçës, dyshohet se u bë shkaku që të ndalet energjia elektrike dhe në fakt të mos funksionoj lifti i cili ndihmon punëtorët, minatorët e Trepçës që të dalin në sipërfaqe të tokës nga aq shumë metra thellësi në tokë. Për më shumë detaje në fakt në lidhje me krejt atë se çfarë ka ndodhur dhe ndihmën e cila ju shkon apo nuk ju shkon aktualisht punëtorëve të cilët janë të ngujuar atje, këto afër vetes se kam zotrin Shyqrej, cili është edhe drejtori i flotacionit minierës në Stantërg. Fillimisht faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe nga ju. A mundeni pak me na jap detaje në lidhje me atë se çfarë ka ndodhur? Pra nga ora 1 e natës e dim se punëtorët janë nguju, si e keni marrë informacionin dhe a dihen shkak? Është kujdestari i minierës që më ka informuar, edhe në momentin që më ka informuar, i ka njoftuar edhe policinë e Kosovës, edhe zjarrfiksat, të cilët i falënderoj kanë dalë me vend ngjarjes, kanë intervenuar dhe kanë shkuar zjarrin, ku kemi ardhur në ekipet minierës me flotacion Stantërg, ekipet që janë adekuate të energjisë, kemi ndërhyrë bashkarisht ku na hap për kranë në këtë rast edhe kosti, edhe keci, edhe kompani private, edhe një pjesë e kena bën një alternativë në zgjidhje, e kena përfunduar, tash jemi edhe një larg përqos në fshatin Rek, jenë duke sanuar dhe besoj shumë shpejt do të sanohet brenda orës do të rregullohet energjia elektrike dhe minatorët do të nxjerrin nga miniera. Deri më tash e dim që 18 minatorë vazhdojnë me qenë brenda. A ka pas dikush nevojë prej tyre për ndihmë shëndetësore apo edhe ndihmë tjera sa i përket ushqimit ose nevoja tjera që mund t'i kenë? Jem në komunikim, domethënë me lidhje telefonike me ta, gjendja shëndetësore për pos 2 vete që kanë lyp ndihmë, o kena ofruar edhe skuadrën e shpëtimit e cila është aktive, edhe për çdo rast nëse ka nevojë për ushqime dhe medikamente, ata do të mbështesin atje, do të shohin në minierë, edhe besoj që pjesa tjetër janë edhe kujdestar, që nuk mundën ta lëshojnë vendin e punës pa ardhur energjia elektrike, po një pjesë bukur e madhe e minatorëve që kanë pasur edhe shëndetin e mirë, kanë dalë diku rreth 30 veta, kanë dalë kamë në për daljen emergjente që kemi. Do thot numri është më shumë se 40 minatorëve që kanë mbetur brenda. Numri i minatorëve janë 18. Po mendoj bashkërisht edhe me pjesën që kanë dalë jashtë, për shkak se është raportuar që kanë dalë jashtë kanë qenë gjithsej 49. Deri më tash keni bërë intervenime në këtë pjesë, pam që ka qenë edhe prokuroria, mirë po edhe policia zyrtar policisë Kosovës, a dihet deri tash shkaku që ka çuar deri tek zjarri? Janë organet që do të merren, këtë rast janë organet e Kosovës që potencohet të prokuria edhe hetues, kemi edhe komisionin brendshëm që do t'i formojmë, edhe do të dalim me një raport edhe do të dimë saktësisht si ka ardhur deri te avaria apo njegja e trafos. A ka shpresë që së shpejti, pra brenda orëve minatorët të dalin, ata që janë duke? Mas lartë edhe një orë do të dalin minatorë nga miniera. Faleminderit. Për këtë jemi të i bo në maksimum. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit. Blerta, faleminderit shumë për të gjitha informacionet dhe për këtë paraqitje të drejtë për drejtë.